U detyrova që të përpunoja trurin që të nxirret diçka me kalin. Momentalisht janë 32. Vetëm për Kosovën e pata lënë 10 era hyrje. Unë kam qenë drejtues i ekipit kombëtar të atletikës të Shqipërisë. Përveç si atlet, po dhe drejtues i ekipit kombëtar të gjysmëthellësisë dhe thellësisë në disiplinat. Por njëkohësisht edhe drejtues në seksion të një shkollë drejtor. Fill mas saj, duke parë situatën, çdo gjë nuk po hecte ashtu siç duhet, u detyrova që të përqendrohesha te fëmijët e mi dhe familja ime. Pastaj u detyrova që të përpunoja trurin, që të tërhiqje vëmendjen publike, të përqendrohesha te puna, qoftë edhe duke bërë bamirësi, në të moshuar, për fëmijë, pa pagesë, në forma nga më të ndryshme, derisa e konsolidova procesin e punës. Pastaj më lini ideja që çdo vit duhet vrisja mene që duhet me nxjerr diçka të re që njerëzit, mysafirët ose mi të ambientit i maja gjithmonë në kontakt. U detyrova që të filloj përsëri stërvitjen, përveç se isha kalors dhe kampion Shqipëria në garat e shpejtësisë në kuaj, dhe si atlet, u detyrova që të përpunoja trurin që të nxjerrë diçka me kalin. Pastaj gjeta gjuhën me Akacën, se Akacia ka qenë themeluesja. U detyrova ta ushtroj më mirë se një person njeri, dhe gjatë kësaj kohe nuk shputa, pavarësisht se njerëzit një pjesë e madhe luftojnë që të shikojnë Akacën, nuk ndryshoje termin e ushqimit dhe pagesat tek mysafirët. Kur vrasmenin dhe përpunoj trurin, qesh me veten time, se si kam realizuar edhe se si do arrit të vazhdoj. Në momentet e para e bëj vetë, kurse tani është rritë kërkesa, pavarësisht se nuk mund të përgjigjet do të gjitha, se është ngarkesë e madhe në drejtim të frekuentimit. Isha i detyruar që në momentet e veçanta, se kishe momente që mos të dilje një ditë, atonde që atit i ka ngordhur Akacia, atë ishe i detyruar herë në ditë duhet dilje patjetër live. Me fjalë, mënyra se si u gërshëtuan marrëdhëniet e mia me Kafshën dhe me publikun, me njerëzit, në çdo moment çalonte, në qoftë se do çaloja unë diçka, do dilte i batut nesmet. Kështu që zgjidha formën që të paktën një herë, 2 herë, 3 herë në ditë kur gjeja pikun e ngarkesës, ishe i detyruar të dilje në servirje. Ose jam i detyruar të dalë në servirje. Pastaj pjaca ose restoranti u ngrit në mënyrë shkallë, pavarësisht se ambicjet, sulmet kanë qenë në forma nga më të ndryshme. Por, gjërsa i kemi mbijetuar, do të thotë jemi të sukses. Të gjithë takimet që bëshin mysafirët që dojnë që mos mirëshin vesh se ku do shkojmë tek ai i kalit. Ku më të Ali? Ku më tek ai që shërbej me kal? Pastaj lindi ideja Ali Kali. Me fjalë, bëshin takime mysafirësh, pa marrë vesh se ku do shkojmë, as në Divjak, as në një qytet nuk lakohesh emri i qytetit, po do shkojmë tek ai i kalit. Ai i kalit normalisht ishte Divjaka. Pavarësisht nga çështja e mungesës së personelit, qëllimi jon ka qenë gujida turistike, që t'i afrojmë servirje ose shërbim mysafirët me çmime shumë simbolike. Kjo ka qenë plan ide që është rritur numri i kuajve, pavarësisht se në këto momente ne nuk po i shfrytëzojmë vetëm kur kemi dasma që kanë ose videoklipe, aty jemi të detyruar që të përgjigjemi. Momentalisht janë 32. Nga të gjithë mysafirët që ndoshta ka qenë një sakrifisë jashtëzakonisht e madhe, paktën për 10 vite, që ka qenë çështja e Kosovës, s'kisha variant se si t'i stimuloja mysafirët dhe dashamirësit e mi që dolën nga lufta, ishte detyruar që t'i vendosej çmim qesharak, 10 era hyrjen, ngrënia dhe pija bashkë. Pastaj u detyruam që duke parë që çdo gjë po vinte në ngritje, çdo gjë po qetësohej, u detyrova që mas 10 vitesh vetëm për Kosovën e pata lënë 10 era hyrje. Të tjerët kishin çmimin që normalisht po vazhdon. Kurse në drejtim të pagesave këtu ndryshohet paktën në 3 ose në 4 vite. Me fjalë, nuk gjykohet se ka arritur piku i çmimeve në Shqipëri, mysafirët vetëm kaq pyesin. A ekziston si vitin e kaluar? Po i themi s'ka ndryshimi se s'kemi nxjerr njoftim një vit para, se duhet me nxjerrë një vit para që ambienti këtë vit do arrisi 100 lek ose 200 lek çështjen e pagesës. Në drejtim të produktet, këtu nuk preket vetëm me freskia. Freskia është aq më tepër që djali i madh, që është kryesori, shefi i kuzhinës, që ai më administron mua,
në drejtim të produkteve, nuk preket vetëm freskia. Ka pas momente që ne kemi groposur produkte dhe mos me nxirr tek mysafiri. Se ka momente për shembull si sot, për shembull që sot është planifikuar 3 kuintal peshk, koha nuk është në favorin ton. Atë produktet për sot, ato që nuk konsumohen, nesër automatikisht duhet groposur për të ruajtur freskinë e produktit. Ushqimi kryesor dhe produktet kryesore është kërkaleci ose patatet e kuqe që quajmë ne, levreku dhe koci. Pastaj futen ato ushqimet dytësore ose të tiganit, qafra, spalci. Pastaj me porosi është edhe mishi i qengjit, edhe mishi i viçit. Po edhe mishi i pulës, ato që marrin njoftime, se normalisht ne nuk mund t'i marrim në ngrirje, ku të njëjtën kohë kërkesat nuk janë shumë të mëdha. Përsëri jemi rikthyer po ndjekim stilin siç ka qenë para 9 vitesh, që kemi qenë me cikël të mbyllur. Me cikël të mbyllur do të thotë që mishi i qengjit, i kecit, do ta prodhojmë vetë. Po duke vendosur këto lloj specie, ne jemi detyruar të marrim edhe prodhimet dytësore. Prodhimi dytësor është qumshi. Duke marrë qumshin, prodhojmë edhe djathën ose kosën. Dallandyshet i kam në shtëpi. Me fjalë, djemët, nuset e djemëve, familje ime, duke futur edhe nipin, edhe mbesën e vogël, duke futur edhe djalin e tretë, po thuaj se në aktivitet. Ajo është punë shumë voluminoze, është punë shumë e vështirë, është punë që normalisht mund ta bëj vetëm një person që është siç është ai pronar. Njëri tjetër nuk e bën dot. Është shumë e vështirë për shkak të temperaturës. Ka momente që nuk llogaritet, edhe se ku ta kishim punojës, nuk do ta llogaritshim pagesën. Por ka momente që ai për qindrat e sekonda mund të djegë 20 kg peshk, se janë 5 gara nga 4 kg, thonë 20 kg peshk njështë. Një pakujdesi. Me fjalë, mënyra dhe e zgjedhjes janë duke ndarë në detyrat. Djali i madh merret me këtë lloj procesi, pavarësisht se është punë për atë shumë e vështirë. Djali i dytë merret duke më shoqëruar mua dhe duke bë shërbimin ose duke më përkrahur mua tek puna, qoftë edhe në drejtim të pagesës. Ndarë bëhet konsolidimi. Nuk do dëshiroja që asnjë njeri të ikte jashtë shtetit. Por ndaç me mbushet zemra që ka shumë të rinj që për 20 euro ose për 25 euro ose për 30 euro ka lënë familjen, ka lënë fëmijët edhe ka ikën në kurbet. Ku të njëjtë kohë ai çdo fund muaji nuk i bie paktën të mbuloj shpenzimet e prindërve ose të fëmijëve që kanë në Shqipëri. Me fjalë që realisht është fatkeqësi kombëtare. Duke qenë mënyra e servirjes dhe mënyra e ngrënies, ai mysafiri di vetëm çështjen e pagesës. Që unë do paguaj sot për këtë drek do paguaj kaq parë, 1700 lekë, siç është momentalisht. Kurse të ngrënia ka vetë në dorë, unë duhet jem non stop. Në të kundër ka momente që ai mund të ketë hengur 10 fije peshk, edhe për i vonesë të shkurtër, ai thotë, po ma mirë ma kishe nxjerrë me gram me racion, sa sikur po ma vonon. Me fjalë, unë duhet jem aq i shpejt, aq i lëvizshëm sa që duhet me kontrollu të gjithë kokë për kokë, tavolinë. Gjersa ai thotë ik, kur çojmë në batutë them jam dorëzuar, thotë hidh peshirin në tapet, i them që je dorëzuar. Me fjalë, ja çojmë me tjetër stil, me tjetër batutë. Në pothuajse në gjithë rruzë. Më thuaj një shtet që të them edhe ta jap me mesazhe dhe me libër përshtypjes që kanë lënë të huaj. Amerikë, Angli, Francë, Gjermani, Indonezi, Spanjë. Më thuaj një shtet.